Egzona Tërdevësin në një shumë mirë, si aktiviste politike, si këshilltare në grup parlamentar, si asambleiste këtu, është aktiviste e devotshme, njeri i ndershëm që nuk kërkon asnjëherë të pasurohet nga politika. Prandaj kjo është zgjidhja. Këta njerëz që nuk shqyrin të pasurohen nga politika janë njerëzit të cilët janë të pakorruptuar edhe të pakorruptueshëm. E me krejt çfarë e njohun Egzonën deri sot, besoj plotësisht që secili prej jush e përmes juve ju bëj thirrje edhe familjeve farefisit, shoqeve, shokëve, miqve, dashamirëve, kolegëve e kojshive që ta votoni Egzona Tërdevësi. Ndryshimi, transformimi i madh që ka ndodhur në Republikën e Kosovës si shtet është e domosdoshme të përkthehet në mënyrë të plotë edhe në komunat e Kosovës. E Drenasi e ka këtë shans pikërisht sot në javë dhe ky shans e ka emrin vetëvendosje, numrin 105, kryetarin e re Egzona Tërdevësi, e dita është e dje sikur sot. Sepse me datën 12 tetor, për 15 minuta kohë, deri në vendvotim përcaktohen 4 vjet jetë. E që t'jenë këto 4 vjet jetë me zhvillim, e punësim, e dignitet, e keni mundësi, e garanci, lëvizjen vetëvendosje, Egzona Tërdevësin dhe mu. Faleminderit shumë. Dashur qytetar, Drenasi është vendi sakrificave të mëdha. Ai gjithmonë i ka paraprirë ndryshimeve dhe tani ka ardhur koha që ndryshimin ta bëjmë edhe në Drenas. Si pjesë e gjeneratës së re, së bashku me ju, marr përsipër ta çojmë përpara këtë ndryshim. Vizioni ynë është ta shndrojmë Drenasin nga një komunë pengit e vjetres në një komunë që punon për të rinjtë dhe të reja. Me qeverisjen tonë, Drenasi do të bëhet një komunë e barabartë, e zhvilluar dhe e drejtë për secilin qytetar. Pra, te fletvotimi për kryetar, me datë 12 tetor, zgjedhim numrin 105. Dhe te fletvotimi për kuvend komunal, fillimisht zgjedhim edhe një herë numrin 105, dhe te lista kandidatëve zgjedhim, fatkeqësisht mundem me zgjedh vetëm njërin nga kandidatët e mrekullueshëm të listës tonë fituese. Sot na ndajnë vetëm 7 ditë nga dita e zgjedhjeve. Prandaj sot një javë votojmë bashkë, sot një javë festojmë bashkë.